Një aksident I rënd trafiku ka ndodhur të dielën brëma në aksin rrugor ndërmjet fshatrave Novosel dhe Karaçev në komunën e Kamenicës, ku si pasojë ka humbur jetën një person. Viktima e këtij aksidenti është një fëmijë rreth 10 vjeç, mirë po gjitha detajet do të na jap Policia e Kosovës, pra më saktësisht zëdhënësi I policisë për rajonin e Gjilanit Ismet Hashani. Zotri Hashani, mirë se vini në Kosova Live, cilat janë detajet, cilat mund t'i ndani me ne sa I përket këtij rasti? Përshëndetje. Po, si që të sekët edhe ju, fatkesisht ka ndodhur një aksident. Fakt një vet aksident me fatalitet, ditën e djeshme, ku Policia e Kosovës në orët e mbrëmjes është njoftuar se në aksin rrugor Novosel Karaçev ka ndodhur një vet aksident. Me urgjencë njësitet e tona ju kanë përgjigj rastit, duke dalë në vendin e ngjarjes dhe nga hetimet e para është mësuar se vet aksidenti ka ndodhur në këtë aksin rrugor, dyshohet nga hetimet që deri më tani për mos përshtatje. Vetëm sa ta rregullojmë këtë problem, sepse nuk po ju dëgjojmë këtu në studio, nuk kemi zënë nëse mund të na ndihmoj regjia dhe të lutem nëse mund ta mbani kamerën horizontalisht. Kamera kështu është mirë, po. Po. Do ta kemi pas pak edhe të rregulluar teknikisht besoj, sepse është shumë e rëndësishme të marrim informacionet për këtë aksident, ku siç është raportuar një 10 vjeçar ka humbur jetën. Zotri Hashani, tani jemi në rregull, ju kërkojmë falje, të lutem edhe një herë nga fillimi nëse nuk e keni problem. Me detajet për këtë aksident tragjik. Është e vërtetë tek dhe ju, Policia e Kosovës dje në orët e pasdites është informuar për një vet aksident që ka ndodhur në aksin rrugor Novosel Karaçev. Në fakt njësitet tona me urgjencë janë përgjigj rastit duke dalë në vendin e ngjarjes dhe nga hetimet e para dyshohet se deri te ky vet aksident të ketë ardhur mos përshtatje e shpejtësisë, kushteve dhe gjendjes së rrugës. Në vendin e ngjarjes viktima fëmijë moshës rreth 10 vjeç, besohet se ka humbur jetën si pasojë e plagëve të tësuara nga aksidenti, ndërsa 2 persona të tjerë, vozitësi dhe pasagjeri, janë dërguar me urgjencë në qendrën emergjente dhe fatmirësisht mbas të raporteve të mjekut, gjendja e tyre shëndetësore është stabile dhe qëndrueshme. Do të thonë jashtë rrezikut për jetë. Rrethonës se kanë një detaj. A mund na konfirmoni një detaj? Vozitësia ka qenë 16 vjeçar? Nuk po flas tani për vozitësin sepse prokurori i shtetit vetëm se i ka të gjitha detajet rreth vozitësit, por e vërtetë është se ai është nalur për 28 orë, gjërsa rrethonës se si ka ndodhur aksidenti janë të urrëtuar nga Policia e Kosovës trafiku rajonal. Po. Ky është një vet aksident, duke qenë se edhe moti ka qenë me shi dhe a është ndonjë zonë e rrezikshme aty ku ka ndodhur ky vet aksident, zotri Hashani? Kjo është një rrugë, domethënë rruga Novosel Karaçev, rruga asfaltuar dhe por që se respektohen normat dhe ligjet e trafikut, nuk mund të themi se ka qenë një zonë e rrezikshme. Por sidoqoftë aksidenti ka ndodhur dhe ne tani jemi të marrën me i ditur të gjitha shkaqet dhe rrethonat se si ka ndodhur ky aksident I rëndë. Na vjen shumë keq për këtë humbje, natyrisht I shprehim ngushëllime familjes, po zotri Hashani, le t'ju bëjmë pak një pyetje të përgjithshme me që ju kemi në këtë lidhje direkte. Shqetësimi jon I vazhdueshëm dhe shumë diskutime kemi pasur për këto aksidente që po ndodhin. Pra nga puna në terren, çfarë është duke ndodhur? Janë gjithmonë ky mos respektimi I shpejtësisë dhe I përshtatje me kushtet edhe atmosferike, siç kanë qenë ditëve të fundit që po çojnë deri tek aksidentet? Policia e Kosovës 24 orë permanent është në të gjitha rrugët tona magjistrale dhe rajonale. Ne kemi vazhduar me apele dhe thirrje që të përshtatet, domethënë rregulla dhe normave të përgjithshme, por edhe gjendjes, domethënë nuk është njëjtë sikur të vozitet në pikë të verës, sikur në një mod të lagshtë dhe të rrëshqetshëm. Andaj një kujdes më I madh, një respektim më I madh I normave dhe shenjave sigurisht se do të shpëtonte jetë dhe do të shpëtonte dëme të mëdha materiale. Andaj ne vazhdojmë të thrasëm vozitësit. Pasi po futemi në sezonin e dimrit që veturat e tyre të jenë të pajisur teknikisht, domethënë me goma të dimër dhe me pajisje të tjera të nevojshme për kushtet dimrore, e mbi të gjitha le të respektohen normat, le të respektohet ligji në mënyrë që të mos ketë apo të ketë fare pak aksidente.
Policia, a mund të bëj diçka më shumë me që kemi pas disa kritika, dhe më thënë edhe nga ekspertë të komunikacionit në këtë pikë që jemi, a mund të bëj policia më shumë, zotëre Ashani, apo jo? Pa dyshim se ne vazhdojmë të operojmë dhe jemi 24 orë permanent, edhe në matje të shpejtësisë, edhe në të gjitha veprimet të tjera që kërkohen nga ne, por janë do momente, janë disa rrethana që nuk mund të jemi në çdo vend dhe në çdo plan të territorit tonë. Sidoqoftë, ne jemi të përkushtuar dhe do të vazhdojmë me përkushtim që të jemi prezent dhe të mundohemi të preventojmë sa të jetë e mundër më tepër. Sidoqoftë, apeli ynë është të respektohet ligji dhe të respektohet normat, sigurisht se nëse në këtë pikë jemi konsekuent, atëherë shumë më pak do të kemi aksidente. Falenderit shumë, për sot. Zotri Ashani, të falenderojmë shumë për këtë paraqitje të drejtë për drejtë dhe këto informacione që i ndave me aq sa patët mundësi që të ndani sot me ne. Falenderit ka.